Po, sikur se çdo qytetar që mirret pak me politikë, jam shumë i shqetësuar. Është një arsye thjesht për pas një farë forme një mos respektim, një kërkesë shumë të drejtë nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës, është një fakt tjetër shumë shqetësues që Kosova ka mbet vendi vetëm në Ballkanin jugperëndimor, e cila nuk është e kyçur në këtë projekt. Andaj është një fakt që mundet me pas elemente edhe pasoja direkte ndaj përfaqësuesit kryesor të qeverisë të Kosovës, zoti Kurti, mirë për të mënyrë indirekte edhe ndaj institucioneve të Kosovës, mirë po çka është qëndërsorja edhe ndaj vetë popullit të Kosovës, sepse dihet që lidhmëria në mes popullit amerikan dhe popullit të Kosovës është shumë e fuqishme. Mirë po, për mos veprime të caktuara nga institucionet qendrore normalisht mund me pas pasoja ose veprime ose kontraveprime nga institucionet më të larta të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pse po diskutoj këtë? Sepse derisa ne sot diskutojmë, dje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka filluar një forum global për energjinë, në të cilin forum ka marrë pjesë edhe sekretari për energji të Shtetit Bashkuar të Amerikës, edhe ku po zhvillohet një debat shumë i fuqishëm për të ardhmen e zhvillimit të energjisë, jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mirë po edhe në botë, çka është ndoshta edhe më qëndërsorja është fakti që nëpërmes këtij veprimi Shtetet e Bashkuara të Amerikës me kyçjen e Kosovës ja bllokojnë veprimet ose hyrjen e gazit rus nëpërmes territoreve ose objektivave ose synimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ballkan, Evropë edhe më tutje. Mirë, po kjo është edhe një formë tjetër, sepse kjo në shikim parë duket që është vetëm një veprim i thjeshtë gazi. Po, këto janë përfitimet ekonomike që mundet me pas Rusia ose aleatët e tyre, mirë, po nëpërmes përfitimeve ekonomike Rusia mund me bë veprime të caktuara me momente të caktuara, siç është rasti besoj që juve dhe gjithë qytetarëve që kanë me lexuar ose me përcjell këtë intervistë, pas fillimit të luftës Rusi-Ukrainë, Evropa ishte në panik. Posaçërisht Gjermania se si do të furnizohet me lëngë me energji nga tubacionet e Rusisë që janë në Evropë. Gjithsesi, jo vetëm siguri energjetike. Këto janë shumë faktorë të kyçur, do të sigurojnë një siguri ekonomike, një siguri politike, një siguri ushtarake më të fuqishme, sepse vetë fakti i hyrjes Shteteve Bashkuara të Amerikës me tubacion e fuqizon atë momentumin ose atë forcën e vet ose atë ndikimin e vet ose atë prezencën e vet ose atë interesin e vet për Kosovën edhe Ballkanin. Po normalisht nëpërmes kësaj forme do ta fuqizonte prapë edhe sigurinë edhe shumë elemente të tjera. Domthonë është mënyrë zinxhirore. Unë e potencova. Raportet e Shtetit e Bashkuara të Amerikës të Kosovës, po mendoj tek qytetarit thjeshtë, popullsia janë shumë të mira, shumë të fuqishme. Normalisht duke hiq një numër caktuar njerëzve të cilët janë të painformuar, janë të ndoshta të dirigjuar, ndoshta të papjekur për veprime politike, deklarata politike, ose kanë çka po dijon në formë tjetër të interesit. Mirë po, raportet Kosovë-SBA për gjithë ata që kanë përcjell ngjarje të vërejë që nuk janë ato që kanë bërë para, sepse ka pas shumë gafe gjatë qeverisjes, edhe në kalume mirë, po posaçërisht gjatë qeverisjes së zotit Kurti, ka pas gafe të cilat kanë largu institucionet qendrore me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të Kosovës.